Në dytën e ditë të shënimit të 100 vjetorit të Kongresit të Dibrës në 2 sesione u mbajt konferenca shkencore ku profesorë universitar dhe punëtor shkencor folën për rolin dhe efektet e dala nga Kongresi i Dibrës i vitit 1909. Të 15 historianët që folën në këtë konferencë si Ramiz Abdili, Gazmen Shpuza, Marenglen Verli, Mahmud Hysa, Nebi Dervishi, Gjazim Xhelili, Muhamet Male, Muzafer Bistimi, Vebi Gjemaili, Mojsi Kamberi, Faredi Shabani, Rizdyllata dhe Rezeana Hysa në mënyrë të detajuar dorë në pak vlera pozitive të Kongresit të Dibrës dhe për të njëjtën u dha vlerësimi se ishte një kthesë e madhe e lëvizjes për shkollimin shqip, njohja zyrtare e gjuhës shqipe dhe ngritja e elementeve të frymësimit të shtetit shqiptar. Njëri nga organizatorët dhe drejtuesi i konferencës shkencore, doktor profesor Mahmud Hysa, thekson se rezultatet e konferencës shkencore janë evidente, zbardhën historinë e disa personaliteteve shumë të rëndësishme që historiografia shqiptare nuk ka patur përshtypje të mira, ndërsa për vlerën e këtij kongresi Hysa shtoi. Na dëshmuam se kemi fakte të shumta, se kongresi është një kontribut për lëvizje kombëtare, se është një kongres ku janë trajtuar tema shumë të rëndësishme, si për gjuhën për shkolla shqipe, por edhe për konturat e para të shtetit të arshëm shqiptar që duheshte aq më tepër këto të shtetit shqiptar që nuk janë trajtuar deri më tani asnjëherë nga asnjë kongres tjetër. Në simpoziumin shkencor u lexuan mjaft trajtesa nga historianë të njohur të hapësirës shqiptare nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria. Si do sublimohen çfarë me këto trajtesa? Po mendojmë që pasi përfundoi ky eveniment, atëherë formojmë një këshill dhe të gjitha kombëtesat do t'i botojmë në një libër të veçantë, pas një redaktimi, pas një pune që duhet të bëhet edhe redaktuese dhe seleksionuese, ne të bëjmë edhe botimin e kësaj, ashtu siç vepruam për 95 vjetorin e këtij kongresi që u mbajt në 2004. Kështu që shpresojmë me të gjitha aparaturën shkencore, me të gjitha kërkesat që ka një vepër e një niveli të tillë, ne do të mundohemi që t'i përgjigjemi dhe kam shpresë se do t'ia realizojmë edhe këtë qëllim. Në rastin e 100 vjetorit të Kongresit të Dibrës u vendos pllaka përkujtimore e ABC-s, ku së shpejti me nismën e shoqatës së të burgosurve dhe të përndjekurve politik në Maqedoni, së bashku me pushtetin vendor të Dibrës, në 2 anët e kësaj pllake do të vendosen bustet e 2 iluministëve Dibran, Sajt Najdeni dhe Josif Bageri.